سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. Me emrin e Allahut gjithëmshirshëm të shpëlotit, falenderojmë Allahun e Madhreshëm, Allahut që shprehim gjitha falenderimet, kërkojmë Zotit falje për tmetat tona, për mos koncentrimet tona. Inshallah Allahu na bën të pranueshëm te madhëria e Tij, na shton dashninë mes njëri tjetrit. Po shpresoj se këto takimet e Mazdrekës sadopak juve që na kanë ofruar informata, po inshallah kanë bënë fare ambjente ngrohtë dhe kanë përjetuar momente të mira. Edhe unë jemi fëtarja asaj gjithë që me jetu momentet është ma me vlerë se mu informu, të pas parasysh se nuk ka fort të lashëm i ditë senet, mu informu nuk ka fort problem, po problem është me kriju ambient mirë, me kriju atmosferën e mirë gjatë marrjes së informatave. Për që ta po shpresoj se inshallah po krijojmë një atmosferë të mirë ti mujt shajt dhe shpresoj që në tarmen e afërt kemi pas nostalgji këto takime se njeriu është i thirrur që ose është i prirë me pas nostalgji për të kaluarën. E kam një bindje që do të vini ditë që kemi kujtu këtu në herë olshëm, këtu në herë mësojshëm se spedihet qysh kanë me ngjall situata për ata, po shpresoj se këto takime kanë me lënë fat gjurmë në atë ndërdijen tonë dhe në atë bagazhin tonë të jetës së kaluar, sidoqë të jetë sot jemi në moment tjetër. Dje kemi pas një moment pak provokativ, sepse unë bashkërt dhe dashnia mes burrit e gruas pak ma të lashe. Sot edhe i kemi do baza këtu do pak që si ka përshtat për tema se dikush i ka kryer ato momentet. E sot e kemi një temë që normal është gjithë që na përket gjithë vazhdimisht është një temë konstante. Është momenti kur njeriu nin prehje me Zotin e vet. Do të vesh dy boshte të temës janë. Përpjekja me shpjegu që pozit, edhe dyta, kur kishim mujt me niset afërsi. Në arabisht thuhet el unsu billah. E kum lyp fjalar bukur shumë. Fjala uns në arabisht është e kundërta e vetmis. Kur njeriu nihet i vetëm kanjëherë, edhe ka një farë monotonie të vetmis. Për shembull ti jetu najt vet, strrihet, e thirr një shaka den rruga, den çashi, se vetmia bajat është pa lidhje. E që ky unsi është e kundërta e vetmis. Kur njeriu është vetëm, po zemra e tij e nin afërsinë e Zotit, edhe ndjenja se Zoti është i kënaqur me ty, se Zoti është afër teje, se Zoti është të mbikëqyr ty, e thënë qatë monotoninë dhe largon qatë vetminë e shpirtit. Por që ta nuk i nevojsh me do në qarshi as kërgun, e nin vetë ju atë momentin që Zoti është me ty dhe ti të kënaq. Ky momenti i prehjes me Allahun është ai momenti kur kanjëherë e mbyll derën, futesh në dhomë e i fal 2 recate për Zotin me një farë errësire të dhomës, edhe ja nis mu kënaq me Zotin, ndër tjera dikush ta çel derën të pengon. Se e kanë vesti me Zotin, edhe nuk vjen mirë, ta ka prish pak muhabetin. Sepse nuk ke pas nevojë, nuk e kanë vetëm. Nuk ke ni vetmin që atë moment. E ke ni se jeme Allahun e Madhnushëm. Ky momenti prehjes me Zotin është ai momenti kur për falin namazin e natës, edhe që atje na i farë qyshi të borit dikon një vesti, i kje një 15 vetë, por nuk i shata. Se ti e ke kriju një farë pejerdjen qatë minut e një vesti me Zotin. Edhe ty të mushet menja që të minut që Zoti krejt i kalon vesh me ty o kamerët. Që ke farë ndjenje, quhet el unsu billah, kur robi arrin mu kënaq me Zotin, kur robi arrin me një prehje me Zotin, është çështje zemre, nuk është çështje fizike, mos ke shkuptu. Është çështje kur zemra e përjeton, nuk ka të bëjë diçka me aspektin lëndor, ma shumë është kur zemri që i hiqen perdet edhe fillon me jetu afërsinë e Allahut të Madhnushëm. Normal jemi muajin e shejt Ramazanit, edhe është rasti më i mirë me i përjetu këto momente. Dje një hoxhë ngua më pëlqej shumë e kish bërë definicionin e Ramazanit. E kish një definicion të vetin ai. Është një hoxhë i ri, është i Sirian, e kish bërë një definicion e më pëlqeu. Kështu kish thonë. Kish thonë Ramazani është trajnim i obligativ për Zotit Madhnushëm
për me jetu disa momente të mira që mrapa Ramazanit më të kujtu. Ramazani është trajnim një mujor obligativ që Zoti i Madhueshëm me të botë mundshme, me pas përjetime të mira, përjetime të cilat kanë me të kujtu mrapa. Edhe kemi bë për vije kemi kthyer edhe një herë. Për shembull, të folëm real, a mundum në herë me përjetu namazin e natës sikur që përjetojmë në Ramazan? A mundum në herë me përjetu për shembull namazin e akşamit jashtë Ramazanit sikur që përjetojmë në Ramazan? Ramazani ka momente të veçanta, ka momente shumë të këndshme. Edhe ato na jesin veç kujtesë. Na jesin kujtesë edhe me ato kënaqem edhe 11 muaj të tjerë. Për ata, po thami jemi në Ramazan edhe është mirë tash me lyp çit moment, me jetu çit moment. Edhe çast shumë më na pëlqy që ky moment që me hulumtu edhe në muaj të tjerë. Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'wata ad-da'i idha da'a. Në jetët agjerimit kur të pyesin robët e mi për mua. Se urdhni sahabi ka thonë pejgamberit alayhis salam. I ka thonë, a është Zoti larg të thirrur me Zot nalt, a është Zoti afër e ti peshperitin. Vesh të lë Zot vetëm sa me lubust, me peshperit, si në veti me thonë, jo me vërtit shumë. Cilën me ba, a Zoti larg, a Zoti afër, a me thirr me Zot nalt, a me thirr me Zot tult. Prej edukatës të lutjes është muslimani mos me ngrit zonin. Prej edukatës së lutjes, kur të lutesh, edukatë e lutjes mos me ngrit shumë zonin. Pse? Sepse çështja e Zotit nuk është çështje distance. Se nuk është çështje fizik, distancë fizike. Çështja e Zotit është përjetim i zemrës. Edhe ai është me ty vazhdimisht. Edhe për çfarë kanë herë ka fillu ka pak po më pengon ky a din kur me kryejnë Fatihan një far amini pa koordinuar, një far amini kështu sikur me kanë mal. Unë e di që është diskutabile me ngritu se mos me ngrit zonin, e kuptoj dhe ka argumente me ngritë mos me ngrit zonin. Edhe jam për me ngrit zonin, dakor. Po me ngrit zonin një namazlije, jo me ngrit zonin mbishk. Mushët menja në qyshavis është. Jo, një zonë i njëri të falë, zoni i njëri të falë. Sepse qaj amini kur përbohat pa kontrol, pa koordinim. Amin qysh e ki për shtypin, a o të falë është kështu, në fusha. O bura, ina të falë, ina dalë para Zotit. Nuk po i lutëm të shurdrit, po i lutëm ati që i dëgjën edhe kam të bugrejcit ka ecë. Unë, dakord, ka transmitime që e ka ngritë zonin. Po është zoj koordinum, ajo është zoj meqëm, zoj mirë, zoj në ritëm. E jo, njone fart, njone është, për që ta, edhe kjo amine ka atë filozofinë e vetë, du të me koni amini koordinum, i përshtatshëm, i cili bëhat për një herë, nuk të avron veshin. Ajo, qëmona, ajo diskrepanca mes një zoni tjetër të avron veshin, zoni du të me konë kompakt. Zoni du të konë kompakt. Për që ta, kur shkoni një xhami dhe kërkush s'bën amin me zonë, mos bëni amin me zonë, se ke xhamin e pengon. Se një zonë vesh një amin e pengon ke xhamin. Nuk ka roli jon me pengon xhamin. Normal kur bëhet kompakt zoni, krijohet ajo ritëm edhe është zonë mirë, por megjithatë mos dal pe teme. Çfarë po do të thonë? Po do të thonë që kur të punojnë me Zotin nuk ka nevojë me ngrit zona shumë, po punojnë me ato që e nima afërsinë e tij. Qisoj lutjet sahabis, a me thirr me Zot nalt, a mi peshperit, i ka zbrit Zoti ajetën bash në Xherem. Edhe i ka thonë, wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kur të pyesin robët e mi për mua, unë jam afër. E kem shpjeguar disa herë që u dash me thonë aty thuaj unë jam afër. A dini e kena shpjeguar, besoj që tonë dini. Se stili i Kuranit është kur Zoti thot Muhamedit të pyesin ty për mua, thuje gjithë. Ose jo për mua, po të pyesin për këto thuju, të pyesin për këto thuju. Zakonisht është fjalia e parë, të pyesin për këtë thuju. Transmetoja. Ta xhirimi ju. Të doja ju. E ka fshi dhe fjalën thuju. Pse? Për mos me kriju ndërmjetësim. Të pyesin robët e tij për mua, natyrisht u dash me kanë thuju, unë jam afër. Mbas të mona asaj
natyrës të Kuranit në jetët tjera. Pyesim për menstruacionet, pyesim për hanën, pyesim për sadakën, në jetët tjera gjithashtu thuju. Të doja si ka thonë as thuju. Kja për mi ofru Zoti më shumë robit edhe me përjashtu një fjali aty thuju që mos më kriju përshtypja që Muhamedi është ndërmjetësues aty edhe të pyesin robët e tij, robët e mi për mu, unë jam afër. Hiç thuju. Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Bili aja kur të hesh në arabisht me zbërthyk, fa inni fjala fa është pjesës e cila është përcjellse edhe tregon veprimin, nuk krijon hapësirë mes veprimit dhe veprimit. A din kjo fjala dhe që përdorëm na dhe. Kjo feja e kupton që si të pyesin nuk krijon hapësirë, më në herë jam afër. Të pyesin ata ty për mua, jo unë jam afër, edhe me kriju aty një farë hendeku. Fa inni qarib. Feja e kupton pasimin më në herë të veprimit, më në herë të përgjigjes. Domethënë nuk ka hapësirë aty. Për ata dhe njëra prej momenteve kur robi i Zotit e njën afërsinë e Zotit është dhe lutja. Po du pak më nalë të çështja, po du na me fol pak për zemrës, se këtë është pojenta e zemrës. A keni dëgju tonë një hadith që me laqet s'hin aty ku ka qenë edhe fotografi. Kjo çështja e fotografisë është për mu spjegu, sepse nashta nuk ka këtë përkthimi adekuat fotografi. Është më shumë me laqet nuk hin një vend ku ka qenë edhe ku ka skulptura ose ka idhuj. Jo veç fotografi të rënda. Sepse është çështje tjetër kjo, a janë ato fotografia janë. Po ajo që është primare në kuptim është qeni edhe skulptura ose idhuj. Nuk hin me laqet aty. Një hoq kishton mirë. Kishton nëse me laqet nuk hin një shtëpi ku ka idhuj edhe ku ka qenë. Që e mërmenja, a hin feja në zemrën ati që ka që e jepshin. Se tash bëne e sobë zemrë ose shpi. Zemrë ose një vërëllaj shpije. Dhe më thonë, me laqet, pëse sin? Se natyra me laqet është pastërtia, me laqet janë pagavushme, me laqet e simbolizojnë shetnin. Janë të shajta, janë të pastrta, janë ndershme, janë deri në fund. Tash, kur po flasim për fejna, edhe kur po flasim na, tash, me gjithë prehje me Zotin, ku mu fut prehja një shtëpi që është këtë arabat. A është i nate, a është gjelëzi, a është katillak, a është urrejtje, a është plot qenë, a është plot krejt faqet e zeza, në lemduja i ka shti këtu. Edhe tash i dënë me shti këtu prehje. Në problema, do të mu liru ajo, se s'hin me laqet, nuk hin me laqet aty. Që ashtu që është përdojna me pastru shpin për me na hi me laqet gjatë 30 ditëve të Ramazanit, do të dhe zemrën me pastru për me hi qëto kuptime. Për më fut qëto kuptime që për me jetu qëto momente, sepse puni funit, moment që na jem të shpjegu janë momente zemre, momente fizike. Imagjinoni ju sot ka njerëz në për burgje, e lezova në histori të mirë në që, çdo ditë është të ndodhë. E kanë shti njëri në burg në qeli, një herë një javë, e qesin, edhe 2 herë në ditje qesin në banjo. Qeli, më në rejqën kam s'ka hapësi. Në zanë në tavan. To jënë të ndohë dhe përbot. A moni me imaginu që aje që është aty është i knaqë. Se e ka lanë veç me Zotin e vetë. Sa do që këta jenë të mendu se ato jenë të edenu fizikisht, po jo dhe shpirtnisht. Aje të përjetu qaset mira aty, është i lumëtën në zemër. Edhe anë asiltas. A dini sa njërin e përbot është krejt botën e kod vetëne, diçka një farë si depresion, një farë si pak nëtësi, mu ka mërzit jetën, qyshbe tu ka mërzit jetën, për t'i krejt jetën përbara, ja, s'po moj mu knaqë. Sepse është puna e zemrës, lezetet përjetohen me zemrën mos të madhe. Përjetu një historiave të mira, që dhe më thonë, prehja me Zotin, është momenti kur Hazreti Ibrahimi ka që Haxherin Meke, bashkë me Ismailin, bebe vëgër, edhe i ka që me të shkretinës, jo i qëfar pa ja u spjegu arsyën. Pse pa ja u spjegu? Sa të zvec për din arsyën. Pse s'për din arsyën? Se me bo me ditë arsyën, nuk është sprov tani. Zotë për i thotë do të me marrë fëmin me qunë që të ven. E pse? Ja, me të kalzu pse, nuk është sprov, po. Me të kalzu pse, nuk është sprov.
po do të me qu pa pse, pa dit pse. Pse me bo me të tregu prishet skenari, e me bo mos me të tregu realizohet sprova. Apo kuptoni, është sprova, realizohet sprova. Me bo me thonë që ty ka më marru qabja, e Ismaili ka më martue, ka më ardhë ujë zemzeme, ka më ardhë au me qefe që. Nuk jetë sprovë mo. Por që ta, për urtësive të Zotit është që Allahu ndonjëherë, ne qënë një ngjarje na nuk e dim epilogun e saj, nuk e dim funin, sepse me bo me ditë funin nuk është sprovë. Apo kuptoni, nuk është sprovë. Po fakti që na nuk e dim epilogun edhe e ngjarjes ose sprovës, ajo është për neve sprovë, është test. Është test. Pse është provimi test? Se nuk e di rezultatin. Me po me ditë rezultatin, s'është test dhe shka numër e as një njës nuk del për i ballit, nëse e di rezultatin. Se di rezultatin krejt ballit, nuk që të ujë. Sepse është test. Ibrahimi nuk me den që du të me qua që me Ibrahimin, me Ismailin. Po, problemi gruas me të mbi të shkretine, ju ka të rreth mrapa, o, Ibrahim, shuku për në len. Aj me qëtë s'ka. E atë ka dhe rrëtë latë normal, se pelen vetë me ndjallë, me gru, me dis shkretine, as një shaj jete. Dikur të nga mastina, i ra nërmen që dhëtë me vetë. I thau, Allahu emaraka bihadha. Tha po du, pas në arru me vetë. A mos të ka urnu Zotin me në pru këtë? O këtë i tha, po Zotin ka urnu, po me qërë që kësha pru këtë. Tha, idhen lej ju dhajja'an Allah. Tha, shka se s'na hub Zoti kur. Edhe e fillaj periudhen me jetu veç me Zotin. Përsa ta nga besimtarët nga ka hije zemrën tur fort mos me lidh me njëri të gjallë këtë botë. Sepse krejt njerë që nga mundu me lidh shumë zemrën mundu me hub. Krejt njerë që i kemë këtë botë, nëse na lidhëm ekstremisht me ta, ata e në gjithë optimal me hub. Ja vdesja, ja jevnohëshja. Përsa ta zemra duhet vazhdimisht me kanë. A dini që ka thonë një hoqë? Ka thonë, a dini që është më prejh me Zotin? Ka thonë, më prejh me Zotin është kur Zotit ta lexon zemrën, edhe në zemrën tonë nuk gjanë naj madhri, ma të madhë se madhrinë e vetë. Kur ta vrejnë që është zemrën, ta një ajë ta ofron afërsinë e tij. A mundi me imagjinu, sa herë të falim që shtonë që këtë proces ndodhë. Sa herë të vinë në taravi, Zotin më nushë me lexo zemrën. Ta qyrë zemrën. A ka naj madhri tjetër posti aty? A madhrohet dikush në zemrën tonë më shumë se Zoti? Po. Vazhdo. Ani, pështetu ati, bra. Kërkon ndihmë prej tij. Ama momentin kur zemra jonë nuk njeh madhrin, më të madhe se edhe Zoti e lexon çet pas të tij zemrës e ofron madhështinë e tij. Edhe e krijon çat lezetin, kënaqësinë edhe pajtimin e robit me Allahun e Madhëshëm. Para më ndani gruja që po i thot burrit. Njoni është martu me një grua e devotshme u falke gjithë natën. Çdo natë u falke. E një ditë që ata i thot, që më në flaj që i ka bën? Që u flaj se më rrëvë të falë? Ajo ja tha mirë, arabisht tha, kejfe jenamu, men alime enne habibehu la jenamu. Tha, po qysh me flajt, aj njeri që e din se i dashurit ti është qutë. Zotës flenë. Aj që shumë e donë Zotin, ka neri vjemare me lanë Zotin me flajt aja. Tha, qysh flenë, kështë normal po folim për nivel nal, të rabë Zotit kur i kanë jetu këtu kuptime shumë thella. Qysh muret me flajt, ai që e din se i dashuri është qutë. Edhe është të e prit, edhe është në pjesa e tretë e natës, Zoti vjen qilën e dunjasë dhe thot, a ka dikush që lutet. Ata që për një me dojnë Zotin, kanë qef më shumë qatë koha dhe me jetu për një moment me Zotin. Edhe çdo ndërhyrje në i krijese ja u prish mohabeti. Po du ju full pak për Hazreti Muhammedin a.s. Mas jena në Ramazan. Po gjithë kom pas problem me kuptu një fakt që i ka ndodhur Muhammedit a.s. Edhe po du më shoshnu në qëtëfar problemi, po du më ju po problem edhe ju e pak. Ai, a.s. kanë gjinu gjithë ditën. Kur ardhe iftari, s'ka pas qa me hongër. S'ka qa me hongër. Edhe ju ka thonë shokët vetë, shko një hani jo. Së unë e pëngjinaj. Qysh pëngjinon?
Ka thonë po ngjinojnë edhe mas iftari. Ka thonë a mund me qenë, ka thonë po. Ebitu inda rabbi, ebitu yat'amuni rabbi u yasqin. Ka thonë po shkojmë te Zoti, se Zoti më ushqen dhe Zoti më jap ujë. Edhe kanë qenë më pandër prej. A dini pse po do më bërë problem? Se po shkoj te Zoti, Zoti më jap me hangër me pi. Problemi aty është ai ka dhënë për ne ajo. A ka hangër as ka hangër? S'ka hangër, po nuk vjen, s'ka hangër ushqim. Po hinat fazën kur me krejt qenin e ka jetu afërsinë e Zotit, edhe ajo i ka prodhu energji. A dini pse hajna bukë? A dini dikush mu? Për energji. Energji me mojt trupin. Për që ta haot buka. Ai, o hinat botën, afërsinë e Zotit, ajo i ka prodhu energji dhe s'ka nëjë me hangër bukë. Edhe ai, a dini që ka thonë? Inni lestu ke hejetikum. Ka thonë, me gjithat ju mu se prevani këto së smuni. Jo mos gabojmë pas iftarit, do të kthej iftarani më herë. Se s'mund e përjetoni ato, a unë po. Unë jam ka përjetoj edhe pa problem. Edhe ka ditë që ka xhiru pa as sufira si iftar s'ka unë. Kjo është vërtetu me sahabë, nuk e pun veç transmetimi, nuk e pun veç muhabeti, është vërtetu kjo. Ai ka jetu pa iftar pa sufir pa asnjë problem. Edhe u koni mirë. Kjo pse çana duhet neve, na nuk mundum me rrikit neve, nuk po lypi unë. Na mundum me ofru këti kuptimi, na mundum me jetu me Zotin, na mundum me qetësu veten me kësi momente, kur kena derdhet mëdhaja, problemet mëdhaja, ja vleni që si lloj vetmije, ja vleni që si lloj rahatije, një si lloj energjie pozitive me marrë prej Zotit mandushëm. Nuk po thras më bosi Muhamedi alayhis salam, sepse është e pamundshme. Edhe nuk jemi në situatën e tij. Por me kërku një lloj ngushëllimi të Zotit mandushëm është pjesë e domosdoshme se sfidat e jetës janë të mëdha. Po kthehena te pjesa kur mundu me jetu çdo momente tash. Kjo pjesa e dytë e temës. I kom zgjedh vetë 3 momente kur kishim mund me jetu afërsinë e Zotit ose mu prej me gjetë prehjet e Allahut mënush. E para është prehjen mos e lipni dikun tjetër vetëm në adhurime, në ibadete, në përkushtime. A dini ku lipni prehjen e Zotit kur të çohni të bëni mirë diçka. Jo veç ibadet, që tash shkon një mandikujna. Edhe ku të shkojsh aty në barë me dhona të ndihmën, e sheni mjerem aty. Edhe i shef ftyrat e lodhën pe varfnije, edhe ju nimën, edhe i kthen pak buzëqeshën e ftyrave. Kur të kthehesh mbrapa, edhe të hëpsh kërë me lanat familje, që aty lëpe afërsinë e Zotit, se nini knatësi aty, nini përjetim, se ke bëhë për Zotin. Që aso momente lëp ne prehja me Zotin. Prehja me Zotin është momentet kur njeriu e bën një vepër shumë të mirë, edhe në atë moment njihet mirë, edhe fillon me një prehjen e Zotit, sepse këto e boni me mirësinë e Zotit. Që tu është një vrejtje, po du me të rjetë, sepse kam ju ndodhë, po në të bindu që kam ju ndodhë, se po në ndodhë edhe mua dhe ati edhe tjetërit. A dini që ndodhë qëtë minutë? Kur të shkajsh me bo një punë të mirë, edhe ose gjatë punës të mirë, ose mrapa, janis mu prej me Zotin, shejtoni vjen aty. A dini që dënë me të bo? Dënë me të shtime me ndu, jo në Zotin, dënë me të shtime me ndu në vetën, sa buri mirë jam une, qëfar akti bona. Edhe ty dash ti me një afërsinë e Zotit, ti janis me një afërsinë e vetës tane. Tja i bjen, fillon me të pëlqy vetja. Qysh jetë ty i falë taravit? Mas 8 dalin do, ty do këtë vetja buri mirë që për vazhdën dhe 20. Edhe, ty minutin që atë moment se kjo është mirësi e Zotit, Zotin ka pru këtu, vjen shejtani thot, po veç edhe ti, fillon tani me shkput Zotin, mja fillu me të pëlqy vetja. Kjo e prish këtë skenarin. Sepse ti në qatë moment, nuk guxon me mendu se kjo është për mirësinë tonë, kjo veç mirësi e Zotit. Na nuk jena në xhami pse jena ma talenta, se ka njerëz ma talent se na si këtu. Na nuk jena në xhami se jena ma burrat mirë, se ka njerëz për ka jeta janë ma burrat mirë se na pësion këtu. Na nuk jena të pasun veç pse jena klikerasha të mëshëm, se ka njerëz ma klikerasha se na s'ka një pasuri. Na nuk jena shumë pasun veç pse punojnë, se ka njerëz punojnë ma shumë se na nuk e kanë pasurinë tonë.
Gjithë këto që kemi mirësinë e Zotit manushëm, përqatar, po na ndodhë, po një të bindën, fetarve pjo ndodhë, qysh është të bo punë e mirë, pja njës me po vete. Po i del vetja për para, edhe në vend se me knaqë me Zotin, pe knaqët me vetë vetën, përqatar kanë thonë ulemoja, kjo është gjinohi maj madhë që bën robi. Po kam qef edhe pak një filozofi, ishala nuk ju bëjnë të lashe. Pse robi e nin lezetin e afërsisë me Zotin kur të bën punën e mirë? Pse? E kanë spjegu ulemoja shumë kuptim madhështorë. Kanë thonë, kur qohë është bëjsh mirë ti, qëta është e bën një punë të mirë. A namaza, në raport me Zotin, në raport me njerëz nuk është të lashe. Zotë e qashtë bujare, qashtë fisnik, ka qef me të falendëru për qëtë punë. A dini pse në prag tiftarit për një knatësi? Se Zoti po dënë me na falendëru për qëtë po na qënë një rahati, po na qënë një stabilitet. Sepse Allahu i madhushu, kur na qohë me boj punë të mirë, nuk ka qef aj me na shku këtë, ka qef me na prodhu pak lezet aty. Se është falendëru se i që kemë bo punën e mirë. Por që ta, dini këtë të lashe kur njëri i pilqen vetja. Kur i pilqen vetja e bën punën e mirë dhe shkon këtë, sepse nuk e len atë falendërimin e Zotit më ardhë aty, nëse kuptoni drejt. Nëse ti ke bën një punë të mirë, Zoti ka dash mund të shfaq, mos u shfaq jo fizikisht, mund të shfaq me rahmetin e tij, mëshirën e tij, rahatin e tij, knatësinë e tij, mund të ofru ofër me cilësitë e tij. Ti tash, o kemi pranu cilësitë e Zotit qatë minut, kemi një mëshirën e tij, rahmetin e tij, stabilitetin e tij, ose kemi anis me të pëlqy vetja dhe kemi shty greta të me dhënë një mburi mirë. Që të është gjunaji, kur na bëjmë një punë të mirë, lene Zotin dhe të shfaqet. Sa ai të vjen aty. Nuk të vjen fizikisht, mos më kesh kuptoni. Të vjen me cilësitë e tij. Edhe ti tash ja nis me jetu cilësitë e tij. Edhe një kuptim. Kur njeriu fal, quhet ja jap dorën ja fal gjakun. A menoni që e len Zoti këto me shku koq? Jo, gjithçysh kam i afru një falje, e mi qatë minut kam i një knatësi aty. Ko i njëri quhet dhe bën një punë të mirë, nuk e len Zoti me shku koq, me një herë ja prodhon do knatësi aty, me një herë. Së është falendërues ai për punën e mirë që e ka bën. Por që ta nuk ka mundësi në këtë botë, dikush me bo mirë e mos muni mirë. Vesh një rast nëse fillon me i pëlqy vetja. Nuk ka mundësi dikush me bo mirë e mos muni mirë mbrapa. Se Zoti është bujar të shfaqet me cilësitë e tij në momentin kur e bën punën e mirë. Që kjo është, nëse doni me hulumtu knatësinë e punës e afërsisë Zotit, bëni mirë. E dyta është momenti i sprovës, momenti i belas, momenti i fatkeqësisë, momenti i humbjes të afërmit, momenti i humbjes së pasunisë, momenti i smundjes, momenti i trauma në jetë. A dini pse na shfaqet Zoti në momentet e vështira, se din që na jena dot. Qëri vllazni edhe motra, na kur shkojnë do në të pame, kur shkojnë diku i ka vdek dikush. Na shkojnë me ngushëllu, por na nuk guzojnë me paramendu vetën në vend ti, se s'kishim mujtë me përballu. E na shku me ngushëllu, po s'ke, ti a din që, bënja një pyetje veti, me pas kom vend ti dhe valla, s'ti ja kisha mujtë përballu. E pse ai po doran? Se ajo s'provon ti si s'provon. Ajo s'provon, si s'provohet nuk e le Zoti vet. Për që ta na thojna Zoti mas pari ja qënë sabrin, pleste thoj mirë, ja qënë sabrin tani s'provon. Po se është i mëshirshëm ai, nuk s'provon me të lanë qashtu, se me s'në e përballon. Për që ta na nuk mundu me kuptu sabrin e tij, se si e s'provon, edhe neve na mungon që ajo që ai ka që Zoti ati. Ka do s'provojnë pa përballueshme për neve. Po ajo është e përballueshme fenomenal. Pse? Sepse sprova e thën njërin, sprova e perul njërin, kur njëri perullet, Zoti do perulje. Edhe me njëherë, shfaqet prap me cilësitë e tij. Ibn Qudame e kallëzon historinë e një gjunaqari, subhanallahu. E Beni Israelve. Ka qenë një gjunaqari i madh, shumë gjunar. Edhe shoqënia jonë, çashtu që është den me përjashtu gjunaqarin, jo më ofru, po shtyje në xhenem, veç me kont të kusht. Ato që thash pa unë taravi, bërë dallimin mes gjunajt e ati që e bën gjunajin. Gjunajin o rejne, pa ato që ka mononu me të hjek. I shty gjunaqart.
Ata që s'janë të agjeru pa arsye, ata të shqitën janë, më në me i pështu, me i shty ma. Të shtynë janë ata, qëka, ku bëdhe me qu? Ku bëdhe me qu? Në gjenem, aj, të shku është, më në me pështu, me shty o kalaj, nuk ka problem. Filozofia e shpirtit muslimanit, me i pështu një, është jo me i shty. Gjëna qari ma, edhe shëshnije ka leqit. Se ka njën as noda, as neja, as gjamija, as kopti me kantari madhë, e i shkretin i ditu mërzit shumë. Ja kanë këty kretë njësë shpinën. E u shku e kanë shu kretë gajnë, e u shku një pishk, e ka maru një shpi me drasa, me drejë me dushk. Edhe u hi aty, edhe i ka thonë Zotë të Zotë. Po këshyrin djaft, se kam kërkan. Po këshyrin të majt, se kam kërkan. Po këshyrin për para, se kam kërkan. Po këshyrin mrapë, se kam kërkan. Po Zotë, në qitë momente ku më hukë këtë një zimin veç ty të kanë. Nëse edhe ti nuk më pranën, unë e s'kam përkej. O Zotë, për lypi faljen tome, po nëse falja jote për mu ta pakson rizikun se kësha lypi. Që, doa e mesme. O Zotë, po ta lypi faljen, a me ditë që falja jote për mu ta pakson ty pushtetin, mos ma falj. Po unë e pedi që ti më falë mu dhe s'merët vesh heci. I meqë më. O Zotë, unë e lypi rahmetin tanë, me bo me ditë që rahmeti jytë për mu e pakson rahmetin tanë, mos më falë. Po unë e pedi mirë që rahmeti jytë për mu s'merët vesh në rahmetin tanë, në total. Që si falutjesh, edhe bjenë si e zërë shërë shpirti. E që në Zotë e milaqën të dazët i Musës, nga një se u dek një njëri mirë birë. Shkutoni madhe vogën varre. Ta Ben Israel i kam po të sifate si tona të shtu, me këshyrë ku zhëdek. U ko i malë po hadë tonë, u ko fukare. Nja ka të përgjën po të ashtë. I kam pas ato sifate të shtu ka pak, si sifate shtonë në këne jetë. Shkojnë atje, kur shkojnë, që fa njëri mirë, gjuna qohaj që këshin për zonë. E u gjenazën e një fshin ronë. E u që ditë Musa, i tha o Zotë, po qëfar njëri mirë gëna këna për zonë, po kjo gjuna qohaj, kjo pojnë pushtër, kjo unë. I tha Zotë i manushëm, pasha madhrin time, që shmu ka lutë që kënjëri, më bo më lutë këtë gjuna qohaj, të botë si fali. Jo veç tonë, më fali, kry më bitë. Pasha madhrin time, me bo këtë gjunaqarët e botës, me bo me jetu qatë momente që ka jetu kë, këtë i fali. E këmë falu kry mua veti, po jo veç këta këmë fali, po i fali këtë gjunaqarët në botë. Se ka jetu një moment kur nuk ka një afërsi veç afërsi së Allahut manushë. Për ata po du me thonë, në total që sprovat, të lashet, momentin e fatkeqësis, ja vlen me përjetu afërsinë e Allahut dhe me gjithë një prejete Zotë i manushëm. Edhe e funit është momenti i këthimit të Zotë subhanahu wa ta'ala. Momenti kur njeriu i kthehet Allahut manushëm. Pendimi. Njerëz që kanë bërë gjunohe, edhe janë kthyer në rrugë Zotit, momentin e kthimit të ninj këto, kur bën do nuk e nin më. Na jena kthy pak më herët, kena filluar spinina këtu më. A njeriu që pendohet edhe kthehet në çat momentin e kthimit, në qatë hapat e pare e njëna fërsin e Zotit, se Zotit dhe ndihë në qatë minutë se ka po këthes. Ma vonë tani. Imaginani. Ebu Bekri ka qenë në gjami me pejgamberin a.s. Dhe jënarë në grupë e kam pranu fejnë që jënë bo musliman, i pejimi, jemenas. Jënu në gjami ju ka afru pejgamberi, ju ka lezu Koran. Ja ka knaqë shpirti. Jënë që kejtë e bo musliman. Po kejtë me lëtë në sy, kejtë të kajtë. Të e përjetuat këthimin. Ebu Bekri i shumë një qëshe kajke. Thëtë e kjo, subhanallah, që shtu i na konë, na kur i na këthy në fillim. Na, kur pa të më këthy, që shtu i na konë. Për shamë, ti që tash, adini, për shamë, na falëm, ti që tash e kini njëri, ja ka njëzë marë në Taravi. Su konë fartë fetar. Një gjematli këtu bashkë, e kini një gjematli, ja ka njëzë si frek me alë. Unë të thane ditë, tha, më pas ditë që këno, moti ishtë dashë, më vënesi më këthy. Aj, bënë të bindën, është ka përjetën knatësi ma shumë se unë. Sepse aj e ko momentin e këthimit, është qastet kër o këthy.
edhe Zoti Mandushëm, mos me lanë vetëm to që me shku edhe një herë anej, i gjinet tash, i ofruhet, i kryen në rahmet. Deri sa të stabilizon. Tani thot vazhdo vetë, ka një herë lena. Për që ta, njerës që kthehen frek, njerës që kthehen rishtazi, kanë tjetër energji, kanë tjetër shpirt, sepse Zoti ju gjinet ofer. Për që ta njerës që pendohen, a keni pa këta që pranojnë Islamin, janë shumë të fuqishëm fetë. Normal që është jetë caktu me kohore, jo gjithë tani. Ma vonë zbuten. Ebu Bekri po thëtë, që shtu i nga vonë fillim na. A dini kush Ebu Bekri? Po pranon në realitetin që këto përjetimet që po i minë këta i kemë pas një navigur, nuk mundu mo që të nivel me përjetu. Sepse momenti i kthimit është momenti ma kritik në jetën e njeriut, se Zoti dënë mi ofru afër më gjinë edhe ai përjeton çaste të mira. Njerëz që kthehen Zotit në Ramazan për herë të parë e nin më mirë Ramazanin se natyrë. Ramazanin e dytë tani mësohet sikur na prishet sikur na. Ramazanin e parë është për i mirë është. Ma vonë tani në për Ramazana fillon ka pak mu adaptu dhe mu pajtu. Lëp në afërsinë e Zotit në 3 raste. Në punë të mira, nuk ju lena i vetë së është falenderus. Po mos e lene vetën aty, lene vetë Zotin dhe të shfaqet, me cilësit e ti. E dyta, në vakt sprovës, në vakt belens, në vakt fatkeqësive, të gjinet afër se je i thym, edhe Zoti e dënë momentin e thyrjes, ku njeri thehet para Zotit, dhe treta, momentin e kthimit, momentin e pendimit, çastin ku njeriu e lën të keqen edhe niset ka mira, i shfaqet Zoti me krejt rahmetin e cilësitë e tij të mira për me kriju stabilitet dhe rahati. Shumë faleminderit që të tejen sotit kisha pas qef. Unë e këmbo shumë muhabet, haran ju gjysën e muhabetëve, po na i natë në taravija, në amaznos, kur të nini, veç që shko menja në ders pak. Adin kur të nini që të vakë nëtësie, thuj, po, për që tonë pas ka full mujtë. Se këtë qa full edhe i stash, kjo veç muhabet është. Lene përjetën e jo. Kur të përjetën i thuj, që kjo hozë, na je mytë të full, që tash e niva knatësi. Faleminderit, selam aleikum.